Ndërsa Izraeli vazhdon gjenocidin ndaj palestinezëve, nën planin e paqes të presidentit amerikan Donald Trump, SBA-ja po zhvillon një fushat diplomatike që shtiret sikur kundërshton lëvizjet më të fundit të kolonisë hebraike për të aneksuar bregun perëndimor, vlerëson Joseph Massad, profesor i historisë në Universitetin Columbia të New Yorkut. Për siguruar mbështetjen e regjimeve arabe kliente për anëpushimin në Gaza, ku Izraeli ka vrarë të paktën mbi 200 palestinezë dhe ka plagosur qindra të tjerë që nga hyrja në fuqi më 10 tetor, Trump u premtoi muajin e kaluar aleatëve të tij arab se nuk do ta lejonte Izraelin të vazhdonte me aneksimin, një vije kuqe që ata druheshin se do të nxistë zemrim popullor dhe do të rrezikonte projektin më të gjerë të normalizimit të Washingtonit në rajon. Megjithatë, Parlamenti izraelit i dha javën e kaluar miratimin paraprag 2 projekt ligjeve që kërkojnë aneksimin zyrtar të bregut perëndimor. Për të ruajtur fytyrën përballë klientëve arab të Washingtonit, Trump i dërgoi gjithashtu sekretarin e shtetit Marco Rubio për t'i qortuar izraelitët për votimin në kohë të papërshtatshme. Gjatë rrugës për në Izrael, Rubio lishoi paralajmërimin më të ashpërt të administratës deri tani. Kjo nuk është diçka që mund ta mbështesim tani. Domethënë, do ta mbështesin më vonë. Një javë më herët, Trump mbajti të njëjtin ton në një intervistë për Time Magazine, duke këmbgulur se tani nuk është koha e duhur për aneksim. Nuk do të ndodh, nuk do të ndodh, nuk do të ndodh sepse u kam dhënë fjalën vendeve arabe dhe nuk mund ta bëni tani. Izraeli do të humbte gjithë mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara nëse kjo do të ndodhte, tha Trump. Fjala kyçe në këto deklarata është tani. Çdo mosmarrveshje e dukshme mes amerikanëve dhe izraelitëve lidhet me kohën dhe mënyrën, jo me qëllimin vet, shkruan Massad. Larg së qeni kundër agjendës ekspansioniste të Izraelit, administrata Trump ka qenë përherë pjesë thelbësore e realizimit të saj. Në fund të fundit, gjatë mandatit të tij të parë, plani i paqes përmes begatisë i Trumpit, i hartuar nga dhëndri i tij Jared Kushner, mbështeti planët izraelite për të aneksuar 30% të bregut perëndimor. Sipas atij propozimi, kryeministri Benjamin Netanyahu njoftoi se Izraeli do të kalonte menjëherë në aneksimin e luginës së Jordanit dhe vendbanimeve në bregun perëndimor, ndërsa bujarisht angazhoi të pezullonte ndërtimin e vendbanimeve të reja në zonat e mbetura për palestinezët për të paktën 4 vjet. Ambasadori i atëhershëm amerikan në Izrael, David Friedman, sinjalizoi se Trump i kishte dhënë dritën jeshile për aneksim të menjëhershëm, duke deklaruar se Izraeli nuk ka pse të presë fare dhe se ne do ta njohim atë. Trump e përsëriti këtë qëndrim në shkurt, kur justifikoi aneksimin duke thënë, është një vend i vogël në kuptimin e territorit. Në fakt, Trump kishte njohur tashmë aneksimin e paligjshëm të lartësive Golan nga Izraeli në vitin 2019, ashtu siç kishte njohur edhe aneksimin e paligjshëm të Jeruzalemit lindor në vitin 2017. Pse pra do të kundërshtonte aneksimin e bregut perëndimor në vend që ta shtynte për një moment më të përshtatshëm? Pyet Massad. Në realitet, izraelitët tashmë planifikojnë të zgjerojnë aneksimin përtej bregut perëndimor, të cilin, njësoj si Jerusalemi lindor dhe lartësitë e Golanit, e konsiderojnë çështje të mbyllur. Ata tani kërkojnë të marrin më shumë territori nga fqinjët e tjerë arab. Vetëm pak javë më parë, Netanyahu deklaroi se ishte në një mision historik dhe shpirtëror në emër të popullit hebre, duke shtuar se ndjehej shumë i lidhur me vizionin e tokës së premtuar dhe të Izraelit të madh. Ky vizion përfshin gjithë Jordaninë, si dhe territore shtesë në Siri, Liban, Egjipt dhe Irak. Vendet arabe dënuan me shpejtësi këtë vizion të Netanyahut që lagmon tokat e tyre, ashtu siç dënojnë edhe përpjekjet e fundit për aneksimin e bregut perëndimor. Por kjo nuk është gjë tjetër veç se një shfaqje formale. Në praktik, regjimet arabe nën urdhrat e Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë pranuar de facto çdo aneksim izraelit që prej vitit 1948 dhe disa madje kanë pranuar edhe de jure, si Egjipti, Jordania, Emiratet e Bashkuara Arabe, Maroku, Sudani dhe Bahreini, kur njohën kufit e vitit 1949 të Izraelit, që tashmë përfshinin tokë palestineze të aneksuar. Kur Izraeli u krijuar në vitin 1948, ai përfshinte gjysmën e zonës që Kombet e Bashkuara kishin caktuar për shtetin palestinez, si dhe Jerusalemin perëndimor, që duhet të mbetej nën administrim ndërkombëtar. Ndërsa Asambleja e Përgjithshme e OKB-s përfshir Mbretërinë e Bashkuar, këmbgulte fillimisht se Izraeli do të njihej vetëm pasi të tërhiqej nga këto territore.
Midis viteve 1949 dhe 1950, Këshilli i Sigurimit dhe vetë Britania e njohën vendin me kufit e ri, të zgjeruar përtej atyre të planit të ndarjes së vitit 1947 të paprekur. Izraeli fillimisht ra dakord negocion të kufit me fqinjet arab, por i mbajti territoret e pushtuara në kundërshtim me rezolutat e OKB-s, sidomos për aneksimin e Jerusalemit perëndimor më 1949. Ai zhvendosi atje zyrat qeveritare dhe shpalli qytetin kryeqytet. OKB-ja, SBA-ja dhe e gjithë Europa e njohën de facto këtë aneksim që në fillim të viteve 50-ta dhe vendet arabe normalizuese ndoqën shembullin në dekadat pasuese. Madje presidenti egjiptian Anwar Sadat nuk pa asnjë problem të mbante një fjalim në parlamentin izraelit në Jerusalemin aneksuar gjatë vizitës së tij në vitin 1977, pa thënë asnjë fjalë kundër. Edhe mbreti Hussein i Jordanis, ndonse vizita zyrtare të vitit 1994, nderoi se Izraeli kishte rivendosur trashëgiminë e mbretit Solomon nga ishulli i Jotfatit në jug deri te kodrat e Libanit në veri. Ai shpalli se asnjë forcë, çfarëdo që të quhet, nuk do ta detyrojë Izraelin të tërhiqet nga Sinai. Kur Izraeli më në fund të detyrua të largohej, ai priti momentin dhe i pushtoi sërish këto territore në vitin 67. Dhe sot, pavarësisht tërheqjes përfundimtare nga Sinai, retorika për një pushtim të ri të gadishullit egjiptian por i shfaqet. Në muajt e fundit, Izraeli ka zgjeruar aneksimet e paligjshme edhe në territoret siriane me miratimin e regjimit të ri të mbështetur nga SBA-ja në Damask, duke krijuar zonën tampon dhe duke lejuar kolonët hebrejt të themelojnë vendbanime të reja në tokën siriane të pushtuar, shkruan Masad.